Një ping-pong i vërtet po luhet me votat e diasporës. Bashkëdhetarët tanë po e shohin datave se çfarë po ndodh me vullnetin e tyre mbyllur në zarfat e DHL. Se para, numërimi i votave të tyre zgjat çuditërisht akoma. Ndërsa 54.000 votat Greqisë rinë presin mbyllur në kuti. Kjo megjithëse ka një vendim të Komisionit Apelit, pra gjykatës në KQZ, që detyron kryekomisionerin të nisë numërimin e tyre. Por Iliran Celibashi, i cili urdhëroi mbylljen e numërimit për votat kombëtare, nuk kanë nxjerrë ndërkohë urdhrin e fillimit të numërimit të votave të Greqisë, megjithëse vendimi i KAS është marrë para 2 ditësh. Kështu Partia Demokratike mori gjithë kohën e nevojshme që ta çojë çështjen në kolegj zgjedhor dhe vendimi i kolegjit nesër duket se do ta shtyjë numërimin e votave së paku përtej ditës së premte. Pikërisht ashtu siç e patëm parathënë në Real Story që ditën e martë. Por mosveprimi i KQZ-s i dha Partisë Demokratike dhe madhështorëve të kërkojnë gjithashtu në KQZ verifikimin jo vetëm të votave të Greqisë, por të gjithë diasporës. Dukshëm dhe si një reagim hakmarrës ndaj diasporës që e votoi 3 herë më shumë kundër se sa pro. Por ajo që s'po kuptoj mirë është nëse gjithë kjo është një kaos i krijuar nga KQZ-ja apo një bllokim i llogaritur. Votat e diasporës duket se po vendosin fatin e një shumice të cilësuar në kuvend, fatin e Partisë Demokratike duke reduktuar në nivelin e saj më të ulët në 35 vjet, si dhe fatin e partive të reja. Deri tani votat e emigrantëve i kanë siguruar 2 mandate mundësisë në Tiranë. Desh i dha një mandat Lapaj të dytë në Vlorë dhe i kanë shtuar votat atij po në Fier. Po në Fier ama janë regjistruar shumica e votave të Greqisë. Dhe aty frika e mballështorëve është shtuar për ikjen e një mandati tjetër që mund ta marrin socialistët, por edhe Lapaj. Ndërsa në mënyrë befasuese emigrantët mund t'i japin socialistëve një tjetër mandat të papritur në Korçë. Pra, duke u rikthyer te 3 skenarët, llogaritja e këtyre bllokimeve mund të afrojë orët e vona të natës. Dhe kur vjen nata, numëruesit bëhen më të vëmendshëm sesa vëzhguesit dhe numëruesit e partive të vjetra merren vesh mirë pasi e njohin prej vitesh njëri tjetrin. Dhe një PD të shkatruar nuk do t'i duaj një grup deputetësh të rinj, aq më pak një ish i tyre me trup të vogël por me xhepa të ambicie të mëdha, që mund të rrezikonte nesër t'i merrte Berishës vendin e dytë, që sot vendi Edi Rama ndihet komod. Edi Rama ndërkohë nuk është njerë komod nga fakti se pas shkatrimit të LSI-s, një LSI tjetër por avizohet e 3 mandatet e Partisë Social-Demokrate. Tom Doshi është imponuar me metodet e tij dhe jo aq ortodokse në këtë fushat. Tek deklaratat e egra dhe të forta, fillimisht kundër Benet Becit, pastaj kundër ministrave të Ramës, pastaj kundër Ramës vet. Ky i fundit mërkurën e fundit fushatës në intervistën në Real Story thuaj se bëri zyrtar divorcin pas dasmës me Tom Doshin. Një aleancë që ai kurrë nuk e mohoi, por as e pohoi për 4 vjet. Kjo ndoshta për faktin se vetë kryetari non grata i PSD-s nuk ishte në parlament. Por tani që Tom Doshi rikthehet në kuvend si deputet, punët komplikohen dhe kësaj aleance mund t'i rriten kostot. Kostot më të mëdha për momentin socialistët i paguan në Shkodër, më saktë në Vat të Dejes, ku një vaj i madh votash e nxorën Partinë Social-Demokrate, partitë parë. Por problemi është se Vau Dejes menaxhohet dhe politikisht nga kryetari i bashkisë, një socialist, të cilin Rama e paralajmëroi po në Real Story të mërkurën se po luante një lojë dyfisht. Sot spak i sekuestroi bashkiakut Shkreli telefonin celular në ndryshimin e krimeve zgjedhore. Çfarë fshi ai celular dhe çfarë pritet të ndodhë tani që zgjedhjet mbaruan, por ngjarjet që lidhen me to vazhdojnë akoma? Për këto do flasim sonte në Real Story. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në program. Me mua këtu në Tyrez janë Kristaj Shkumi, ishte kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mirëmbrëma profesor. Mirëmbrëma. Endri Sefa, avokat dhe jurist njohës i çështjeve elektorale. Mirëmbrëma Endri. Mirëmbrëma, faleminderit. Ervin Karamuço. Mirëmbrëma. Njohës i përshtypjeve të sakta sa i përket parashikimin ngjarjeve në të ardhmen. Mbas jush. Ecim bashkë. Dhe Skënder Mingjozi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Skënder. Po, para se të flasim për temën, duhet lidheshim pak me Parkun Olimpik, aty ku gjendet gazetari ynë Andon Kello, i cili duhet na informoj pak për zhvillimet në të fundit. Zhvillimi i fundit në fakt fare është ai që kryekomisioneri i zgjedhjeve sapo i ka hequr akreditimin shumicës së vëzhguesve kombëtar dhe ndërkombëtar dhe ka vendosur rregullin nga një tek vëzhgues për tavolinë. Po çfarë do të thotë kjo? Andon, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë na shpjego pak temi ato që po ndodh dhe ato që nuk po ndodh me numërimin e votave të diasporës.
Ajo që nuk po ndodh është sërish duhet të presim ditën e nesërme për votat e diasporës nga Greqia. Për të tretën ditë radhazi, kryekomisioneri tashmë e ka shtyr vendimin për votat e diasporës nga Greqia dhe nesër në orën 9:30 minuta në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve do të mësojmë edhe verdiktin final të kryekomisionerit i cili ka pranuar të marrë në shqyrtim kërkesën e Partisë Socialiste. Megjithatë, këtu në Parkun Olimpik kanë mbetur edhe 4.000 zarfe për t'u hapur nga vota e diasporës nga e gjithë bota përveç Greqisë. Pra sot përfundon numërimi i votave të diasporës përveç Greqisë për partitë politike. Ndërkohë, Beftas, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i ka hequr akreditimet gjithë vëzhguesve të partive politike, por edhe përfaqësuesve ndërkombëtar, sepse nga dita e nesërme Parku Olimpik dhe pikërisht kjo sallë e lojrave Feti Borova do të kthehet një arenë apo ndeshje elektorale mes kandidatëve. Nëse shohim rezultatet e deri tanishme, qoftë në Tiranë apo qoftë edhe në qarqet e tjera, luhen, le ta themi, disa karige deputetësh vetëm për pak vota dhe pikërisht do të jetë vota e diasporës e cila do të vendos nga listat e hapura se kush shkon në parlament dhe kush nuk shkon. Por pikërisht edhe ditën e sotshme dhe brenda partive politike ka patur, le ta themi, konflikte apo debate për numrin e lartë të vëzhguesve të cilët kanë dërguar kandidatët e listave të hapura dhe nga dita e nesërme do të filloj betejë e tyre për diasporën. Po çfarë ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që çdo parti politike të ketë vetëm nga një vëzhgues për tryez numërimi dhe nga një për çdo qark. Pra, që do të thotë nëse 12 qarqe kanë nga 3 tavolina, numërimi atëherë nga dita e nesërme do të jetë shumë e vështirë për një bilet për të parë ndeshjen elektorale këtu në Parkun Olimpik dhe nga kapaciteti vogël pritet të jenë me përllogaritje rreth 400 vëzhgues, ndërsa kandidatët e listave të hapura apo të mbyllura mund të vinë vetë të vëzhgojnë nga afër ecurin e procesit të numërimit. Pra vetë kandidatët e listave të hapura duhet të vëzhgojnë debati është tek vota politike kryesisht apo jo, pasi është vota politike ai numëruar përpara, ajo që përcakton për shembull nëse një mandat i socialistëve shtohet papritur në Korçë apo nëse një mandat i Agronshejait zhduket papritur nga Tirana apo jo. Po, është e vërtetë, edhe ajo është një betejë mjaft e ashpër. Unë mund t'ju shpjegoj për shembull betejën që po ndodh në Tiranë mes opozitës në fakt. Mandati i dytë i Partisë Mundësia ndahet me 11.781 vota, ndërsa mandati 14 i Partisë Demokratike ndahet me 11.681 vota. Pra vetëm 100 vota diferencë, të cilat Partia Demokratike duhet t'i rikuperoj me votat e diasporës në Greqi. Por raporti është 1:100 dhe Partia Demokratike i duhet një sasi e konsiderueshme votash nga Greqia, pasi siç e theksova edhe një herë, duhet për çdo vot Partisë Mundësia të rikuperoj 100 vota të vetat. Megjithatë, Partia Demokratike ka besimin se nga Greqia do vi edhe mandati i 14. Sidomos nëse zbuklohen sytë e vëzhguesve, shtohet errësira, sigurisht aty pastaj ca vota zhduken, ca vota duken. Pra çdo gjë bëhet i çik më e menaxhueshme dhe kjo sigurisht shqetëson partitë e reja dhe temi qetëson ujërat mes dy partive të mëdha. Po ndërkohë, dhe një sqarim i fundit, ndërkohë edhe numërimi i votave të Greqisë shtyhet prapë në kalendat greke, ajo pasi me siguri nesër do ketë shtyrje, gjoja zbatimit do fillojë në orën 9:30, po pastaj kemi edhe vendimin e kolegjit zgjedhor. Pra çështja e rrezik mund shtyhet për javës tjetër e fillimit të votave të Greqisë apo jo? Po tani, zoti Celibashi ka vetëm 2 rrugë ditën e nesërme. Ose të pranoj kërkesën e Partisë Socialiste dhe Beftas në fakt do të rrëzonte vetveten, pasi ai disa ditë më parë mori vendimin pikërisht bazuar nga një kërkesë e Partisë Demokratike për të veçuar dhe për të bllokuar votat e Greqisë, ndërsa vendimi tjetër është ta fusi sërish një spirale të radhës votën e diasporës nga Greqia,
të cilat gjithsesi ditën e sotshme do të flenë këtu të qeta në Parkun Olimpik në pritje të ditës së nesërme dhe më pas sigurisht do të mbetet për javën tjetër në rast se kryekomisioneri Ilirian Celibashi merr këtë vendim. Ndërsa më pas do tjetë edhe kolegji zgjedhor, ata e ka ankimuar Partia Demokratike e cila mbron vendimin e parë të kryekomisionerit Ilirian Celibashi, pra janë dy procese të ndryshme të cilat mund të rrëzojnë njëra tjetrën. Megjithatë, këtu në Parkun Olimpik të paktën sipas vendimit të fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po duket se ky institucion do të shmang sa më shumë konflikte, duke ditur se tashmë numërimi po përfundon edhe në Tiranë dhe gjithë kandidatët apo dhe partitë politike dhe vëzhguesit e tyre do të derdhen këtu në sallën e lojrave të Feti Borovës, që fatkeqësisht ka një kapacitet të kufizuar, por interesi është aq i lartë për votat e kandidatëve në listë elektorale, siç e theksova. Andon Gellot, faleminderit shumë, po patën një zhvillim sidomos nga numërimi i tyre, si shtat ju 4.000 votat e fundit, sepse ata mund ndryshojnë spaku diçka të mandatit, lutem na njoftoj që të futesh një. Faleminderit Andon. Endri, është ajo që shikohet, është ajo që nuk shihet apo jo? Çfarë është ajo që nuk shihet sipas teje? Duket qartë që për neve që merrem me këtë punë që ka një marrëveshje midis subjekteve. Edhe PS-s intereson që të grumbulloj forcat edhe majën e diamantit ta lë për në fund, që janë votat e Greqisë, e të jeni të sigurt që është maja e diamantit e PS-s. Do kemi përqindje me 85%, po them, për Partinë Socialiste dhe 15 gjithë të tjera të bashkë. Dhe edhe PD-ja që bën një lojë që do të dali nga gropa që ka rënë vetë, që e hapi vetë me duart e veta, e thelloj më shumë me duart e veta, me vullnet hekurt, e tani kërkon pak dritë të dali e thotë që mos t'i quajmë këto. Nuk ka votë që nuk numërohet, të paktën që nga 2001-shi proceset në Republikën e Shqipërisë çdo votë është numëruar. Betejë ligjore pastaj për pavlefshmëri, për pavlefshmëri ku ti votime është diskutime të tjera, po që votat do numërohen në një formë ose në një tjetër do numërohen. Kjo është pak por e sigurt. Unë doja të thosha për atë çka vendimi që ka marrë komisioneri në lidhje me vëzhguesit, të japim dhe të orientojmë këta kandidatët që janë nga shkretët, të hapin dhe merkaton e vëzhguesve. Janë këto subjektet zgjedhore të cilat nuk kanë interes më për votat e migrantëve. Mund të bëjë një merkato kush ofron më shumë për të marrë autorizimin nga këto subjekte për çuar vëzhguesin e tyre. Se tu hapet tregu i lirë thua ti, ja? Patjetër, kush ofron më shumë Tregu dollarit. të marrë vërtetimin për çuar vëzhguesin e vet. Domethënë se edhe këta subjektet kanë drejtën për çuar vëzhgues. Nuk është vetëm PD-PS. Janë 11 subjekte zgjedhore. Profesor, para se ta fus debatin ndim politike, pasi Endri hapi të dyja tezat. A ju duket korrekt nga mirëpamja ligjore funksionimi i KQZ-s? Po, këto ditë? Për mua po. Shiko, ka një lexim të ftohtë të ligjit, ka edhe një lexim emocional, pastaj të tij. Unë kam ndjekur zotin Celibashi në gjithë vendimarrjet e tija, dhe në vlerësimin tim, ai megjithse patjetër që e parandjen dhe koston politike që mund të ketë vendimi, është distancuar nga ky lloj emocioni dhe ka vepruar ashtu siç e komandon ligji gjën. Për shembull, kjo e fundi këta vëzhguesit. Në ligj është e përcaktuar se kush do ketë të drejtë që të vëzhgojë procesin e numërimit të votave, edhe në udhëzimin përkatës, po, të miratuar nga rregullatori shkruhet mirë. Dëshira e subjekteve, dhe jo vetëm subjekteve, po edhe kandidatëve të cilët kanë patur vëzhgues në procesin e votimit. Që i kanë akoma, deri në moment. Jo, kandidatët kanë patur vëzhgues. Jo në bazë të rregullores. Kandidatët kanë patur vëzhgues jo në bazë të rregullës, se ka subjekti të drejtën për të propozuar. Jo në vendin e numërimit, në gjatë procesit votimit. Gjatë procesit votimit, po them. Pra, e kanë ndjerë vetëm që patjetër duhet ne kemi edhe këtë drejtë, na është dhënë kjo drejtë, dhe këtë drejtë të shtyn deri tek vendi numërimit kur ligji nuk ja njeh. Po patjetër. Të gjë. Ligji njeh vëzhguesin e subjektit politik përkatës. Kaq. Dhe të marrësh një vendim të tillë për mua nuk ose para mos lejosh dyndjen e vëzhguesve në një sallë të tillë ku
kuptohet se çfarë bëhet, është në të mirën e ecurisë së procesit dhe në zbatim të asaj që ka vendosur institucioni. Jo Celibashi, nuk ka vendosur. Ju thonë profesor që është një vendim që është marrë temi në kushtet e një vetë ngrirjeje emocionale, por vetë ngrirje emocionale të Celibashit. Ama ka një gjë, zgjedhjet kanë emocion, kjo është e parë. Dhe e dyta, kur ndeshja është temi, jo afër, por ndeshja ka këto, temi këto që shpjeguam, që shpjegoi dhe gazetari në prandje, pra ideja është me pak vota mund të lëvizi një mandat. Po me pak vota mund të lëvizi, mund të shkojmë nga një shumicë normale drejt një shumice cilësuar. Me pak vota, ndoshta me 100 apo 150 vota, lapajt mund t'i hiqet, apo mund t'i merret, apo mund të fitojë një mandat në fjerë. Dhe këtu nuk bëhet fjalë, pra piktura e madhe është e përcaktuar. Por janë detajet tjera të rëndësishme që mund të përcaktojnë dhe të ardhmen temi të një force politike, apo të një poli të ri opozitar, apo të një mazhorance të stërmadhe, apo të një PD-je të stërvogël. Pra janë interesa që luhen mes palëve, dhe unë e kuptoj që ndoshta Celibashi e ka bërë nisur nga qëllimi i mirë, pra në këtë ka vendosur të jetë i ftohtë, por heqja e syve nga ato tavolina nuk shton potencialisht mundësinë e një kompromismi mes dy palë numëruesish cilët njihen, jo e dini, ata njihen prej dekadash me njëri tjetrin. Janë grupe që kanë punuar në të njëjta tavolina ndoshta prej vitit, nuk po them 2001, po s'paku prej vitit 2005, 2007, si dhe sigurisht janë po të njëjtët prej vitit 2011, kjo pak po e sigurt. Jo, pikrisht se është kështu si që thatë juve që janë situatat të cilat janë shumë të brishta dhe me pak gjë mund të ndryshojnë shumë gjë, pikrisht në këto situatat del më mirë se në çdo tjetër në pak integriteti i administratorit të zgjedhjeve për mua. Se kur gjërat janë të qarta se kush, s'ka problem. Kështu që unë vazhdoj të pohoj të njëjtën gjë që thash përpara. Pavarësisht se mund të jetë dhe është praktikisht nën presionin e madh, të ardhur nga subjektet politike të interesuar të cilë në një garë kaq të ngushtë, kur bëhet fjalë vetëm për pak vota për të kaluar një mandat dhe kalimi i mandati prodhon pas kësaj diçka shumë të madhe, se sa marrja e vetë mandatit në vetvete, ka bërë që për mua të jetë ta vendosi, patjetër ta vendosi administratën zgjedhore, ta vendosi komisionerin shtetëror në pozita të vështira, por në të njëjtën kohë, dhe këtu duket dallimi xhanëm, këtu bëhet dallimi për mua. Midis atij që di ta bëj mirë punën e vet dhe atij që e bën punën e vet mirë, po pastaja çdon sepse. Gjë që në vlerësimin tim dhe unë s'kam koment më tej për të gjë, zoti Celibashi, pavarësisht se partive politike të njërit apo tjetrit ka për njërën apo tjetrën çështje mund të jenë dukur jo normale, dhe pastaja edhe është folur për të qëndrim politike të tjera, ku të nëse çfarë, nuk ka përgjithjet vetë se ka zbatuar ligjin për ecurinë normale të procesit. Është shumë e rëndësishme. Ai prandaj është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është administratori i procesit. Si dikush mund të thotë profesor, dikush mund të thotë që, okay, ka një vendim kasit për 2 ditësh. A ka një vendim kasit për 2 ditësh? Edhe unë po t'isha nuk do ta zbatoja atë vendim për sa kohë që ai vendim. Nuk po flasim për gjithë. Vendimi vendimi i kasit që mund të hyjë në fuqi ka dhe një kohë të caktuar. Ja ka çuar që ka një kohë të orë. Dhe po ta lexosh vendimin thotë që brenda kësaj date mund ta ankimohesh për të. Pra ja subjekti mund ta ankimohet. Do presim të shtërrohen të gjitha ato që ka parashikon ligji dhe pastaj të fillojë të veprojmë. Për më tepër, ashtu si ka dhe Sefa, ore të bëj çfarë të duan partitë politike. Fletët e votimit janë aty, janë për zarfa, janë në kuti, se do ta vonojnë. Po le ta vonojnë edhe një muaj, siç e vonuan në Kosovë, numrimin e votave. Njësoj, le ta vonojnë sa duan. Rezultati është aty dhe nuk mundet, përveç se kur, përveç se atërë kur ka, përveç se kur ka, po kush ta shofi këto? Se do e shofi për DPS vetë, prapë. Doni t'ju them dhe një detaj shumë interesant. Ata që janë ngarkuar me ligjit dhe që kanë të drejtën për ta bërë me ligj. Dakor, për ideja është në rast se ndryshe, shiko, shumë thonë që ne jemi subjekte zgjedhore, marrim pjesë në zgjedhjen e s'kemi përfaqësues. Por si mund të ne kemi 11 subjekte zgjedhore. 11
antarë do kishim në për komisione. E provuam dhe këtë gjë. Për sa ko është vendosur formula politike e përvajsimit me numrus, është e pashmangshme që të gjitha partitë do të kemi dhe ne. Nëse do ishte zgjedhur formula tjetër do të them një detaj se sa vizionar jam sipas disa rregullave. Do të kesh. Apo nuk është se. Po se mjafton që jeni garë. Po zgjedhor. Jo çdo kandidat, për shembull, ka një pretendim Ronaldo Rakipi për shembull për votat, thotë nuk më janë votuar votat, nuk kanë ankimohet dot nga Ronaldo Rakipi. Nga subjekti, po. Duhet të ankimoj vetëm Partia Socialiste. Po, nga subjekti. Do me thënë, Partia Socialiste, qofse ka një konflikt brenda kandidat vetë, listës vetë, duhet të ankimoj Partia Socialiste. Pra le temi në rastin konkret, po flasim se... Jorida Tabako, Ilir Ali Mehmeti. Ose Ronaldo Rakipi me Qefalin. Me Qefalin. Gjemal Qefalin. Falë, ti thua që nuk bën sens? Po nuk bën sens, sepse ato janë të dy... Do t'jetë vetëm partia? Jo, sepse partisë mund të pëlqejë për shumë Ronaldo Rakipi. Lere, thot, Gjemali mire kam falë, se është dhe anë tjetër. Ty është tila arsuetime për mua, do të ta shkatrosh totalisht 20 Jo, pa tjetër për do ka sens, more, partia do ju, kush do ju. Ta e në 2000. Rama, mua më pëlqen Ronaldo Rakipi. Problemi është që praktikisht... Mos e bëj ankimin. Po, a i që të fyty dhe Po e drejta këti të shkretit? Që është dëmtuar? Nuk ka, ka partia, e di partia të punë. Pra, i përqen doktori, tot mu përqen të doktori Jorida Tabaku. Të futet. Po edhe, po i lirën me mene, ku duhet ankohet? Nuk ankohet do të asë në kasë, nuk ankohet do të asë kolej zjedor, apo e gjykata partisë, zotri. Gjykata partisë. Këtu kemi raste kur një gjykatë supreme në Amerikë, Al Gore me Bush Junior. Ndërpreu numrimin. Megjithëse Al Gore fitoi votën popullore, votën kombëtare. Domethënë, duhet mbaroj diçka dikur. Patjetër. Sepse nuk mundet tani, ne pam se ç'ndodhi sot. Si ata mund të replikohen kaq shumë çifte, saqë zgjedhjet nuk mbarojnë deri nga shtatori pastaj. Kjo është problemi tani, se është e pa drejtë kjo që i thot subjektit. Por janë pa drejtësi sokol të pa evitueshme se krijohet kaos në zgjedhje. S'bëhet ndryshëm, por nuk bëhet sistemi. Sistemi i ka vënë këtë Saracines. Po jave vet. Po pra, po nërmë, po pse kush e vuri? Nuk është fair. Po ato ndanë zgjedhjet sokol në kafen e parlamentit, tretë korik. Po ta themi këtë atëherë. Normal. Po patjetër. Po e kanë vendu ajo zgjedhjet. A e theme drejti që u optua për komisione politike? Po. Po kjo është skandal, normalisht. Nuk ndanë do të numrat. Deputetëve po kështu e ndanë. Duhet ishin kategori si, po di unë, avokatër, inxhinier, që qytetarë, pa tjetër në punë civil. Jo publik, po ndoshta privat. Jep një shpërblim, ku di unë 500.000 lekë dhe i thua hajde bëje. Kur isha pjesë e reformës zgjedhore, ne bëmi takim të iniciuar nga... Që e ka kërkuar socialistët fakt, po se pranoi Partia Demokratike. Kush? Jo, ashtu si që ngërgoj Partia Socialiste nuk mund të este fare, sepse që hajta bëjmë kështu që ta ke mund të gjithën. Por për të vënë në pusit civil. Ka përshtypje kishte një metodë tjetër me privat, nga sektori privat. Jo, kishte një metodë tjetër. Në ngje bëjmë bankerët, kërësisht në bankerët e nivellit. Po të themu propozimi që kishim ne, për shumë, se u bëj një tryez nga Udiri 2 ditë, ku ishim akoma në pjesë e reformës zgjedhore dhe isha profesor si PD-s. Ne kishim një propozim tjetër, të ishe stafi KQZ-s, i administruar nga KQZ-ja, edhe nxirrte gjithë listën. Edhe ne zgjidhim 2 antar, Partia Demokratike zgjidhte 2 antar nga lista për çdo qendër votimi. Për çdo qendër votimi do zgjedh 2, PS-ja zgjidhte 2 ose 1 sipas rastit. Dhe vëzhguesit i kishim partijak, por komisionerët jepte një listë KQZ, që do ishim funksionar të KQZ. Kam përshtypjen edhe Celibashi ka qenë pro kësaj skeme, se kanë folur, ka qenë Celibashi. Kemi rënë dakord. Po kishte disa metoda, kishte me 3 antar, me 5 antar, po praktikisht ne dham dakordsinë për këtë. Që këto zgjedhje do i kishim apolitike, komisionet, numrim, votim, edhe plus edhe zhvillimi i madh që donim dhe votim dhe numrim elektronik, që praktikisht sfumoi edhe roli komisionerit. Pastaj Rama bëri llogarit. Sa më intereson më mirë ta kem pushtetin tavolinë, se sa të merrem me këto episode. Me gjithë atë Skënder, gjithë këtë situatë, gjithsesi mendoj unë, po nuk e di si e shikon ti që veprimet e Celibashit mund të jenë nga qëllimi mirë, nisur nga qëllimi mirë, po nuk e di nëse do t'i ulën apo do t'i ngrenë tensionet në këto 2 ditë e fundit. Sokol ne e njohim mirë Celibashin, se është një
prezencë e vjetër tashmë në kryet zgjedhjet shqiptare, po edhe në politikë. Edhe kur e kemi kritikuar, e kemi thënë që ai është më i miri në këtë fushë. Patjetër. Po. Është një figurë demokristiane, në sensin do të thoja unë pozitiv. Demokristiane italiane. Demokristiane në sensin pozitiv të termit. Do të thotë që nuk është kot aty kaq shumë vite, rruga që ka bërë, se e kanë lënë dy partit mëdha. PD-ja zgjodhi Bashin për para Ilir Usmajlit. Po pra, tani, ideja është që megjithatë unë jam zgjodhi pasi 2 dekada rresht çka nuk i ta ndërkohë. Unë tek votat e Greqisë e shoh që Celibashi është i zënë shumë ngushtë, sepse agresiviteti i PD-s ndaj tyre ka qenë i pashpjeguar, por shumë i ashpër, i ka pas të dyja. Domethënë, shumë kategorik, Flamur Nogën e mbaj mend që asnjë vot Greqie s'do numërohet sonte këtu. Dhe kishte 20 kamera mbrapa. Në një vend normal. Në një vend normal se po pse. Aty të vjen zbatuesi ligjit dhe të zbaton ligjin flagrant. Patjetër. Ti e shkels ligjin normal në vendin ku numërohen votat, teorikisht. Tani, problemi është që Celibashi në këtë mes, kur agresiviteti i palëve shkon shumë lart, viktima parë është ai që është më i buti. E kemi profesorin këtu që e di shumë mirë se ç'do të thotë thjesht në atë pozicion. Evolimi i Celibashit në sytë e doktor Berishës, nga Celibashi zi zgjedhjeve në një administrator normal zgjedhjeve është breslënës. Shiko, ke kjo punë kam përshtypjen nuk ke gjetur kararin, me dikë do e prishësh, me dikë do e ngrish, them unë, apo profesor Sako, kemi zgjedhur formulën e prapambetur tashmë, primitive të përfaqësimit politik të... Fakti që se ka sulmuar këtë radhë është pozitiv për mendimin tim, nuk e ka sulmuar fare këtë radhë. Po mirë, edhe janë 3-4 vendime rresht për përfshirë edhe këto të Greqisë, ja ka dhënë. Se Rama se ka 83, do presi dhe 2 ditë ma e 84. Doktori, shu e ka, nuk ka grip fare, doktor e ka o bardh o zi. Diskriminim pozitiv ka përdor dërta. Diskriminim pozitiv dhe. Dërta tani diskriminim pozitiv. Dërta një diskriminim pozitiv. Profesor ka vjen mendojën për shkak të saj formulet shumëtuar. Kanë dhe frik tani. E kanë dhe frik. Kanë dhe frik. Aktualisht. Celibashi. Pse? Patjetër. Sepse një nga miqt më të ngushtë familjarë Celibashi tani është drejtori i CIA-s në Amerikë. Këtë e di besoj. Redcliffe. Dhe kanë frikë Celibashën? Po, në një farë mënyrë kështu intimidohen gjëra që ta sulmojnë, prandaj është bërë më shumë konsensual se ç'duhet. Po tani këtu duket, tash mua në pamjet parë më duket më intimiduar Celibashën, me thënë vërtet. Jo, nuk është, jo. Është shumë i qetë, është tamam në rolin që ai ka luajtur gjithë këto vite. S'ka absolutisht asnjë. Edhe këto që bën këto veprimet që shiko, unë po bëj time, pastaj le ta zgjidhin këta me kasin e me këto. Po pra, e mori kasë vendime. Po, i ka përqeni qetë vetë. Pra, e heq nga vetja dhe pastaj... Po e mori kasë, dhe s'po zbatohet, kjo është ideja. Gjithsesi, a i ishtë në rolin e vetë, po ta them në njërë. Një rol që, po, një rol që... Që? Ka që nuk mund të flasë, se pastaj do hynë për shtypje. Mira, profesor, një opinion i fundit. Mendoni që formula politike, ose këto zgjedhje vërtetuan që formula politike duhet... Po, s'kishte nevojë që... Jo, këto e provuan kështu fare. Se çdo të ndodhte me këto zgjedhje, kjo është kërkesë e kahershme, e bërë jo vetëm nga ndërkombëtarët, po e kërkuar me ngurme edhe nga vetë shqiptarët që janë këtu, nga forca politike, naturisht pa peshë të madhe politike, po më shumë se sa ato nga shqiptarët e pa angazhuar në partit politike, si që janë shoqatat. Por, si ndërkombëtarët, edhe shqiptarët të brenda kanë trokitur në derë të shurdhët. 2 partit, PS-ja dhe PD-ja, as kanë dashur, as do duan këta që janë sot, qofse nuk ndryshon komplet gjeja, që ta ndryshojnë këtë rregull. Duan që t'jenë nga fillimi deri në fund, garus dhe administrator të garës tyre, t'jenë ata vetë. Edhe vlerësues edhe garus, edhe arbitra. Po, pra, këtë nuk kemi shiko. Po të lexosh me kujdes se çfarë kanë rekomanduar ndërkombëtarët ndër vite dhe si ka reaguar për këtë çështje, dhe si ka reaguar klasa politike, PD-ja dhe PS-ja, se ata dy kanë patur mundësi të bëjnë ndryshime, thuare si ka mundësi që këta ndërkombëtarë nuk kanë plasur, more, do thonë të njëjtën gjë dhe këta nuk pyesin fare. E dini juve që ka 6 raporte në të cilat shkruhet. Duhet që nga kodi zgjedhor, duhet që nga kodi zgjedhor të hiqet dispozita që ju jetë për drejtën partive politike për të hequr. Kur të duan ato dhe pa vënërsisht komisionerët. Po sikur është korrigjuar kësaj radhe. Vazhdo, në? Jo, njësoj. Nuk është ajo që i plotson komisionit KQZ-s? Nuk shkon. Se nuk i qonë. Komisioni, kur ti nuk do të varësh. Po pra, nuk zgjedhët KQZ-e pastaj njerëz të vetë që... Jo, se nuk i qonë.
në qofë se nuk qonë partia. Po si zëvëndësosh. Po partia të heq ty dhe më vëmua me njerë. Pra të punë. So shkresë të zëvëndësoj e pak të. Po në qofë se të heq ty dhe lë bosh, pastaj po, dakord, është këqësdeja që... Pra, vetëm ky qëndrim, është një qëndrim, një gjë fare vogël more. Profesor, që këta nuk besojnë, jo vetëm të garusit tjetër, aset vetë. A të jap një shembull që e gjithë bota është një fshat. Unë qysh se kam marrë mend dhe kam filluar të ndjek sidomos debatin politik në Itali, siç e ndjekim gjithë, interesant. Jemi rritur me të. Edhe me figurat e politikanëve që kanë qenë protagonistë. Unë, qysh se kujtoj zgjedhje italiane, gjën e parë që premtohej në studion e Bruno Vespës ishte Fini, Berlusconi, gjithë, kush një dilema, të mbarojmë dhe këto zgjedhje. Sa ti ishim shafe dhe këto? Dhe të ndryshojmë ligjin elektoral se nuk bën fare. Do me thënë, në çdo cikël zgjedhor, ligji elektoral në Itali ishte i pari që duhej ribërë se ishte i pari defektos dhe s'kishte më të keq se ai. Po prapë votoni dhe ankoheshin prapë për ligjin elektoral. Do me thënë, ka një riciklim, sepse nuk e gjen kur ekuilibrin, se janë interesa kaq të kithta këtu. Pastaj s'po të shojnë Amerikë. Amerikë pastaj s'po të shojnë Amerikë. Me kolegje me gjitha, normal. Me kolegje. Mirë, duhet shkojmë një ndërprerje shkurtër publicitare dhe kthehemi pak për ngjarje, zgjedhjet kanë mbaruar, po ngjarjet akoma jo. Një ngjarje e cila një detaj që zbulon një ngjarje që mund ndodhë nesër apo pas nesër është sekuestrimi i telefonit celular të një kryebashkiaku socialist, por arsyet fakt janë shumë socialdemokrate. Rikthehemi pas pak. Prokuroria e posaçme ka thelluar hetimet për veprat penale që lidhen me korrupsionin në zgjedhje dhe pas kontrolleve në Shkodër, ka sekuestruar edhe celularin e kryebashkiakut socialist të Vau të Dejës, Kristian Shkreli. Kontrollet janë ushtruar edhe në disa eksponentë të Partisë Socialdemokrate, që dyshohet se janë të përfshirë në korrupsion zgjedhor. Sekuestrimi i celularit të Shkrelit vjen 3 ditë pas zgjedhjeve të 11 majit, ku në Vaun e Dejës, partia që drejtohet nga Tom Doshi, doli forca e parë. Vetë Shkreli u shpreh i gatshëm të bashkëpunojë me institucionet e drejtësisë, ndërsa aktualisht gjendet në terren, atje ku sipas tij banorët e kanë votuar për të shërbyer. Jam i gatshëm për bashkëpunim me të gjitha instancat shtetërore dhe ato të bëjnë punën e vet, ne po bëjmë punën që na ka votuar populli dhe kryjmë detyrat që na janë dhënë dhe na janë besuar nga populli. Bashkiaku i Vau të Dejës është një zgjedhur socialist, por gjatë fushatës ai u përball me kritika të ashpra nga shefi i tij politik Edi Rama, i cili e paralajmëroi të mos luante me 2 porta. Me sa kuptohet, porta e dytë duket se ka qenë ajo socialdemokrate. Kur duk siguri tundët gishtin, kryetarit bashkisë Vau të Dejës mos luaj me 2 porta dhe referenca ishte ndoshta loja e dyfisht e tij edhe me partinë e Tom Doshit. Ka diçka të vërtet në atë mos luaj me 2 porta? E ka qenë një komunikim mes meje dhe ti, ai e di që kam dashur të mund. SPA ka vijuar operacione edhe në qytete të tjera të vendit, mes të cilave Fieri, Korça dhe Durrësi. Në qytetin Bregdetar janë ushtruar kontrolle në disa eksponentë të Partisë Demokratike, me dyshimin se janë të përfshirë në shitblerje votash. Mirë, kthehemi me temën e dytë për diskutim për sot, pra atë që po ngjet, me sa duket operacionet e SPA-kut kanë vazhduar në gjithë vendin edhe pas përfundimit të procesit zgjedhor. Sigurisht ajo që ka ndodhur sot është e fortë pasi është sekuestruar celulari një kryetarit bashkisë, një socialisti, por i akuzuar drejt për drejt nga shefi i politik Edi Rama për bashkëpunim me Partinë Socialdemokrate. Nëse i kthehemi hartës, mund të shikojmë që në fakt kjo bashki e Vau të Dejës e fituar nga socialistët sot rezulton me votat më të mëdha të Partisë Socialdemokrate. Pra rezulton që Partia Socialdemokrate ka dalë forca e parë në Vaun e Dejës. Sigurisht që temi Partia Socialdemokrate dhe Tom Doshi kanë qenë të fortë në Shkodër, kanë ruajtur 2 mandate, kanë marrë më shumë vota ama se ç'kanë marrë 4 vite më parë. Karamuço, nëse mund ta thuash diçka për këtë ngjarje, edhe për operacionin e SPA-kut në përgjithësi, i cili duket se ka hetuar të gjitha partitë, ka parandaluar disa ngjarje, Sigurisht, por me sa duket mos ka lënë disa ngjarje që të ndodhin? Janë 17 procedime tjera që pritet të kenë veprime konkrete,
sigurisht vijojnë ende të regjistrohen, vijojnë ende të referohen nga policia, sepse janë mbledhur materiale, kanë ardhur filmime, janë raportet e vëzhgimit, janë gjithë shka, dhe këto janë bërë në koordinim midis drejtorive të qarqeve të policisë dhe SPAK-ut. SPAK-u pa policinë në këto zgjedhje nuk punonte dot, e kishte pamundur me gjagjet e TUS të BK-s, kështu që është dashur në ndihmë edhe drejtoritë e qarqeve, edhe forcat operacionale kështu me radhë. Unë kam parë pak të zbet spektrin e përgjithshëm që kanë prekur, po duhet të thonë që kryesisht ka qenë PSD-ja. Duhet ta themi këtë. Tom Doshi ka qenë syrin e ciklonit. Nëse janë arsye të ligjshme ose janë qëllime të caktuara politike, të do ta shikojmë ditët në vijim. Nëse verifikohen dhe vërtetohen që vërtet ka pasur lidhje eksponent kësaj partie, jo vetë ai, në lidhje me krimet zgjedhore, këto pastaj i nxjerr në deklarimet që janë shtyrë nga ana e zotit Dumani, ishin për të bërë ca deklarime një ditë mbas zgjedhjeve, nuk e di pse u shty, sepse po mblidhen materiale dhe informacione jo për çështje konkrete, por për shumë çështje të tjera. Agenda politike kjo po, edhe është u shty dhe do të ketë përfundime konkrete. Ka filluar me Shkodrën, me malësinë e madhe, dhe pastaj mbrim deri në ditën e djeshme, me një aksion që u bë është Kuksi, para tek hotel, po, Shkodër, Kuks, deri në Korçë. Ditën e djeshme u rrethua një nga hotelet më të luksoz që kemi në qendër të Tiranës, aty u kap një person shoqërues i kryetarit kësaj partie, ju mor celulari dhe atit, pastaj mbrim tek kryetari i bashkisë. Patjetër, edhe shoqëruesit, po, ju mor në Hotel Plaza në qendër të Tiranës, dhe pastaj mbrim edhe tek kryetari i bashkisë së VAUD-s. Të gjitha këto nuk mund t'i fajsojmë, du themi që sot që po ti. Do të shikojmë organet zbatuese shikojnë brëndin e informacionit. Këtë do të thotë që ti nuk e ke mbajtur dot mund ta kesh mbajtur në shërbejim, në përgjim nuk e ke mbajtur dot, ambiental po jo përgjim telefonik, dhe kërkon telefonin për të parë çfarë ka shkruar ai me dikë tjetër. Edhe mundet, po. Dhe për të bërë lidhjen, mund të kesh pasur indicë, po për pasaj lidhjen. Si mund t'ja marrë? Edhe mundet po bëhet me çfarë metode? Me vendim gjykate. Me vendim gjykate janë bërë të gjitha këto. Pastaj që të shikosh rrjetën e Meri Mangës, si ka funksionuar, kush ka punuar me kë, është një metodë se që kanë bërë në shumë raste të tjera. Por nuk mund të themi që sot që ti drejtojmë gishtin kësaj partie, atij kryetari ose qoftë eksponentëve të tjerë që keni bërë krime zgjedhore. Kjo është një fazë e rëndësishme e hetimit që do dalim me një konkluzion konkret. Ka pasur apo jo krime nga ky subjekt politik. Për të tjerët pastaj ju keni parë, ka pasur raste flagrance, Partia Demokratike në Lushje, ju dini ato, kanë qenë të pakta, nuk është se ka pasur. Sporadike ishte ajo. Por policia ka pasur një analizë risku në lidhje me çfarë do ndodhte në numërimi, do kishte të përplasje pritesh një ndërpritshme, madje po ndodhin brenda partive politike, kjo është grupime. Në dy raste është parë një person i armatosur në një prej qendrave të numërimit, në një rast tjetër është parë një portofol gati 20.000 euro që mbahesh aty dhe sigurisht sot paradite është filmuar. Mund të jepen në Tiranë. Në makinë, një portofol i madh që e gjeti policia, si duket mund të jepen në një numëruesi nga këta që ishin gatshëm për të rekrutuar, por sigurisht policia është aty dhe këto gjëra verifikon tani. E kishin lënë Kreskov? Jo, në Sedilje, me gjithë ca fleta aty, në Sedilje, tani ai thotë i kam për shpenzime personale, po ai shumë, ku diun, një ditë zakonshme. Gjithsesi duhet verifikuar. Domethënë mos i bie, mos krijojmë kosto kot tek njerëzit pa u verifikuar nga ana e vet të institucione, pa ka një presion për intimidimin e numëruesve të tjerë, dhe këto po shënohen, dhe këto po mbahen shënim nga ana e SPAK-ut. SPAK-u ndërpreu shumë për atyre arrestimeve që ne kemi folur, kemi parë të pritshmëri të madh, sepse ka 2 muaj që punon vetëm për krimet zgjedhore, nuk ka filluar, pra kjo punë që ne shikojmë sot Maja Esbergut, ka filluar para 2 muajsh. Me BKH-n, Policinë e Shtetit, pas ka pasur task force në të gjithë Republikën. Pra fokusi kanë qenë dhe po të shikosh edhe disa prej filmimeve që janë bërë me dronat, ko që doli ai droni i Firit, ajo ngjarje e famshme që bëhej për një rast tjetër i cili u zbuluan më në fund dhe ka pasur arrest për atë. Pra droni u ngrit për dikë tjetër dhe u përplasën disa të tjerë, fare rastisht, pra nuk u zbulua operacioni madh, por pati një përplasje që thanë, okay, po e bëjmë në mënyrë tjetër. Dhe ai personi u arrestua pastaj, pra cilin u ngrit droni, që ti themi edhe kështu gjërat. Megjithatë, do ta them këtë, ka filluar shumë kohë përpara. Pra ne kemi foto të prillit, e kemi filmime deri te fillimit të prillit. Janë hetime shumë ka qenë proaktive gjithë kohën. Shumë muaj para zgjedhjeve. Ato metodat perëndimore që këta i mësuan andej, që kopsite, pastaj hajde ti nxjerrim gradualisht edhe të kërkojmë masa konkrete ku hyn edhe kontrollet sigurisht. Pra fillon libri nga faqja e fundit.
Patjetër. Skënder, pse ky animozitet midis temi dy partive që presupozoheshin që këto 4 vite kanë patur një aleancë të heshtur. Pra edhe nuk ka pasur një marrëveshje të zyrtare që kanë. KQZ ka quajtur aleate. Komisionerin ja ka dhënë. Ja ka dhënë si aleat, Po, si aleat. Pra ka qenë kanë Pjesë e koalicionit qeverisës, po. Atëherë që ka dy vorë zyrtar. Ka marrë nuk që ka bashkëtesë, që ka pas ka qenë martesë. Gjitha ligjet që janë votuar nga PSD-ja së bashku me PS-n, gjithë deputetët e PSD-s që janë deklaruar si deputetë PSD-s. I ka marrë si kanë votuar dhe kanë quajtur parti aleat. E kanë quajtur automatikisht? Po pse mund ta bëj këto? Patjetër. Kur ndan vendet Jo, po them, edhe nëse këta nuk janë një aleancë zyrtare të firmosur. Patjetër. Po tani si mundesh ti të quhesh opozit kur ti voton gjithë ligjet e qeverisë të marrësh komisionerin opozitës? Nuk flas për sensin, për logjikën. Logjikën jam okay unë. Jo, si mund marrësh po nuk e dija që mund të merret një vendim në nisur nga logjika. E ka bërë KQZ-ja për të ndarë komisionerin. Po. Sepse po ti me të logjikën që të quhet komisioneri opozitës, do të merrte komisioner një PSD-ja, një LSI-ja. Po. Edhe i bindej që LSI-ja ka marrë, më duket. Po ka marrë për çdo një LSI-ja, komisioneri LSI-s, një IPD-s. Një PS-s, një PSD-s. Okej, pra është quajtur zyrtarisht pjesë e aleancës. Me vendim komisioneri. Bile nëse ju kujtohet ju kërkua kryesisë kuvendit që të shprehë kryesia kuvendit të quajë jo, është në opozit. Në opozit. Pastaj atëherë prandaj po them sepse sinjalet që kemi patur dhe në publik është që midis të dyve nuk bashkëtesa nuk ishte edhe kaq e lumtur. Dhe u përdor ky argument. Gjatë gjithë legjislaturës, 3 deputetët e PSD-s kanë votuar pro gjithë ligjeve. Skënder, çfarë po ndodh? Sepse kam një përshtypje Sokol që nëse ajo shifra nuk do të ishte 8, po do të ishte 7, ne do të kishim një situatë të ndryshme. Do të thotë 8 në ç'kuptim? Jo 83. Jo 83, po. Më ulët. Pra t'ishte poshtë, t'ishte shifra parë me 7. T'ishte shifra, po, diçka me 7. Diçka me 7. Sepse këto aleancat, sidomos në kohë zgjedhjesh, kanë logjik shifrore mbi të gjitha. Megjithatë përkimet zyrtare kanë qenë përpara, me thënë vërtetë. Kanë qenë, po ne dimë që sidomos gjatë fushatës, njerëz sulmoi Besin dhe tha jam me Ramën. Pastaj doli Rama real story dhe ky mbas daljes Ramës i tha Ramës e mban mend kur i bie telefonit tim etj. Pra domethënë acarimet kanë qenë para zgjedhjeve të forta, acarimet e forta, ato që dolën sipërfaqe. Është menduar nga Doshi kam përshtypjen se futja e Becit në skemën e Shkodrës i hiqte atij një qetësi relative që ai kishte pasur në vitin 2021, kur kishte gëzuar mbështetjen e plot të Ramës në fushatën e Shkodrës dhe një pakt heshtje që unë do të marr 2 mandate sepse më duhen, për të bërë 3 bashkë me Tiranën dhe ne pastaj do të bashkëqeverisim dhe Tom Doshi nuk ka qenë këto 4 vite oponent i Edi Ramës. E krejt e kundërta është e vërtet. Aq sa profesori dhe Sefa e thot me drejtë që kanë votuar gjithçka që ka votuar qeveria. Është qeverisur në pra, formati drejtora, formati po prishën për Këshillit Bashkiaku, prishën nga hoqën në bashkën kryetare e Këshillit Bashkiaku. Formati zyrtar i maxhorancës ka qenë 74 vota. Formati real i maxhorancës ka qenë 77 vota. Ne dimë që mori pra tani që Rama po i shkel syrin i vetëm shifrës 84, ne dimë që Rama nuk para ka shumë ndjenja dhe emocione në këto raste. Pra, nuk shef asë njeri në sy. Dhe unë mendoj që Tom Doshi, ashtu si shumë të tjerë, kur Rama është ndjeri fort, gjithashtu edhe ai po provon peshën e jo vështrimit, po mos vështrimit të Ramës në këtë rast. Pra, socialistët ndjehen kaq sigurt, sa që kjo duket një kolateral i panevojshëm që të mbaj një aleancë e cila tani nuk vlen për asgjë pikpamje shifrore në kuvend, sepse realisht kontrollojnë gjithçka. Ai do t'i marrë 84 mandate me sa duket, kur të hapet ajo vota e famshme e Greqisë. Me që ka dhe emrin grek, ku tapet kutia Pandorës. Kutia Pandorës. Madje janë disa qarqe që riskojnë. Në këtë mënyrë, 3 votat e Tom Doshit vlen sa 2 votat e Agron Shehajt në sytë e Edi Ramës. Duhet ta kuptojmë këtë. Sepse ai do t'jeti vetëm dhe është krejt i qetë këtë punë. Nesër i vjen gjithë Evropa në Tiranë, ka filluar të vi, domethënë. Kështu që aleanca me partitë treta dhe të katërta në këto kushte duhet dim që Ramës i duket shumë pak gjë. Kur shkel syrin Keir Starmer dhe tret me emrin Edi, sigurisht që nuk të sy Tom Doshi. Por të rim te drejtësia Karamuço, mendoni që SPAK do të japi fund detantës
për shkak zgjedhjeve dhe fushatës dhe do ta filloj thoni ju pikërisht nga zgjedhjet, goditjet. Pra, do marrni pat një kontradikt me veten, sepse kur doli në parlament muajin shkurt dhe më pas në KLP, gjë që tha ishte do të vijojmë me hetimet, pra nuk do ndërpresim mbërmëtarinë sepse kemi fushat zgjedhore. Nëse na ndodh na del një fakt juridik i caktuar, ne marrim mas direkt. Gjë që nuk ndodhi. Do marrni u tërhoq, çdo veprim u pezullua dhe u fokusua kryesisht, siç thash, që parë në krimet zgjedhore. Tani pak a shumë ato krime zgjedhore po shkojnë drejt një finalizimi ku do kemi masa konkrete, sigurisht shumë pres masa konkrete, nuk janë vetëm për korupcion aktiv dhe pasiv, por edhe për shpërdorim detyre të funksionarëve të lartë që janë kompetencën e. Këtë ma ka sigurisht informacion policia e shtetit, se policia ka bërë një punë shumë mirë me referimet për këtë lloj kategorie. Dhe me njëri për tyre pritej biles që të kishte një masë konkrete. Megjithatë do shikojmë, por mos harrojmë që ka mos na thush emrin, ë? Jo, nuk. Por mos harrojmë që ka një listë gjatë të dosjeve që presin që nga muaji janar shkurt që të finalizohen me masa konkrete, kështu që do kemi punë gjatë gjithë verës. Okej. Mund të them diçka të vogël? Po, shkurt që të jap, se duhet ta mbyllim, po. Kam një pyetje dhe një sa që tha Karamuça, po e filloj këtu. Sogol, unë nuk dua të ngrej kot hipoteza, po sinqerisht jam shumë kurioz shoh me konfigurimin e ri të shifrave se si do të sillet drejtësia e re. Kaq. Po them, asgjë më tepër. Se pas ke pyetje. Jo, ta japun, përgjigjen e japun. I të lutem, nuk e jep dot sepse nuk jep përfaqësues spagu. Po, janë në një moment po e mendoj si prokuror. Pra, përfaqësuesi një institucioni. Mua më rrezikon realisht një reformë e madhe, në kuptimin ekzistencial, që ka 94 deputet që votojnë njësoj për të ndryshuar 148-ën, ato dy paragrafe. Me 84 nuk më bën ndonjë. Pra, nuk e lëvizje tektonike për mua. Nuk është vetëm ky nocion. Por krijon, s'ka më Skënderaj kishte diku tjetër. I krijon trishtinë në aspekte tjera. Jo, ideja është që përballë tashmë ke një shumicë solide politike që të shikon se dhe thot shpatën ta dashun. Dhe kur ta dash ti shpatën, e kisha krahun më dobës se kam tani. Nuk do thotë që kam dhënë vetëm shpatën tani, kam dhënë parzmoren, kalin dhe gjithçka tjetër, sepse ka një koncept Karamuça që një majorancë në fillim të mandatit nuk është një majorancë në fund të mandatit. Pra, këtu kemi një majorancë në fillim të mandatit. Unë kaq nuk hym më në spekulime. Është ai efekti i 6 muajve të parë. Megjithatë, po filloi qershori. Po filloi qershori me ata emra që kemi dëgjuar që në janar e shkurt, ne? Do të them që 84. Pastaj do ngelet konkret supozim pa. A mund t'ju bëj një pyetje, ju lutem, vetëm një pyetje. Që lidhet me SPAK-un. Në qoftë se SPAK futet me hetime konkrete dhe gjens që në njolla të caktuara të territorit ka abuzime nga X, Y, Z, cilët i procedon me drejt. I çon sepse i gjen që kanë përfituar, kanë sjell përfitime të padrejta votash, ose palishme, jo palishme, të palishme, koncept moral, dhe këta persona duhen goditur. Tani pyetja ime është, bashkë me rezultatin, parashikoni për shembull që si funksionon. Automatikisht të çojnë në zgjedhje të tjera. Jo, po për shembull, ose më saktë, nuk t'i japi argument palës se ta kontestoj rezultatin. Putin e votimit, qoftë gjendet dikush mund kërkoj, lutem, qoftë gjendet që dikush po e bëj konkret fare, që dikush në një zonë ku mandati është ndarë me 1000 vota, ka bler 2000 vota, ç'a bëhet? Pa vlefshmërinë e zonës dhe zgjedhet për atë zonë. E pra kjo është për këtë. Kjo pra këtë po pyes. Ja kryqëhet kumë, se duhet vendi një lidhje. Përveç të tjerave edhe detyrimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të bëj rinumrimin dhe liversimin e deri në 5% të Jo, vërtet që ka bler 2000 vota thot me lekë, ka bler 2000 vota me lekë vërtet. Unë thash edhe 200, aty ku është ndarë me 100, ka bler 200 vota dhe u nda mandati. Mund të ndodhi që në këto kuti të votimit që do hapen, mund të marrim që janë keq numëruar dhe është dhënë mandati kot dikujt tjetër, ish marr këtij apo ish dhënë këtij subjekti. Nuk ka asnjë efekt. Si në burg ata hallet. Ka vetëm në burg. Ata që kanë numër, po rezultati nuk ndryshon. Absolutisht. Nuk preket rezultati. Komisionit Shqiagut. Po. Që s'ndryshon rezultati, ata vajtën gjithë në burg. Them diçka se është shumë interesante, edhe në atë çka tha profesori për punën e SPAK-ut, se këtu SPAK-u nuk bën as reklam, nuk del as televizor, ta marrin vesh njerëzit. Andjet të BKH-s në mënyrë të vazhdueshme kanë vajtë në institucione
qendrore, drejtoritë përgjithshme, ministritë gjitha me radhë, dhe bënin listë prezencën. Janë njerëzit në punë në orar zyrtar apo jo? Kanë shku dhe tani? Po them të gjithë fushatës, në mënyrë të vazhdueshme. Po, si po këllësis kanë raporte tani. Tani, problemi është që SPAK-u këtë e ka bërë, për atë që ka tha dhe profesor, për shpërndarimin e detyrës. Po se s'mund t'i themi do të gjitha Ti ikje nga puna, bëje fushat gjatë kohës që du t'ishën në puna apo jo? Shfrytëzimi burimeve. Këtë i ka bërë. Dhe ka bërë në institucionet dhe ishe krijuar në një çështje ankthi për punëmarrësit. Edhe diçka të fundit që ta solla ligji. Po këte të malesh, okej, thuaj, po jo, la lash, nuk mund. Ma le ta trajtoj nesër këtë, se dhe kjo që e ka shumë e burë ky se më kujtohet shumë se sa shumë e kundërshtoi opozita ligjin e gjobave, e pas kanë votuar vetë, po për këtë do merremi pak në ditët në vijim. Gjithsesi duhet të bëj një lidhje me Vasil Shanton, apo jo, me Vasil Shanton e kemi, me shkollën Vasil Shanton, nëse s'gaboj, ku po numërohen votat për listën e hapur. Dhe ju kujtoj që në listën e hapur tani fillon betejë, sepse është betejë brenda llojit. Pra ka gardë fort në listën e hapur të demokratëve, po shumë më të fort është në listën e hapur socialistëve. Sidomos në Tiranë. Gerta Vasku gjendet atje, më mbroma Gerta. Okej, Gerta, nuk po ta dëgjoj zërin, po në çdo rast, nëse mund ta thuash si po ecën gara në listën e socialistëve në radhë parë dhe pastaj në atë të demokratëve. Duke se beteja është e për e fort në atë të socialistëve, kur tashmë duke se situata është e qartë ku në shtatëshën më të votuar kryeson Blendi Gonxha, më pas ndiqet nga Erion Braçe, ndjekur nga Ervin Hoxha, Fatmir Xhafaj, Xhemal Çepalia, Ornaldo Rakipi dhe Anila Dena. Pra janë këto 7 kandidatët më të votuar në kampin socialist, por sigurisht beteja mbetet shumë e fortë në kampin blu, ku 2 nga demokratët më të votuar do të duhet që vetëm njëri prej tyre pra të marrë mandatin e deputetit dhe gara bëhet gjithnjë dhe më e fortë mes Jorida Tabaku dhe Ilir Ali Mehmetit. Ka qenë gjatë ditës së sotme në avantazh Jorida Tabaku, ku deri në këto momente numëron 16.467 vota, ndjekur nga Ilir Ali Mehmeti me 14.900 vota. Pra diferenca mes tyre është diku te 1.500 vota, ndërkohë që gara thellohet gjithnjë dhe më shumë. Këtu në KZAZ 36 në Vasil Shanto vijon numërimi i votave, duhet të jenë të paktën dhe 30 kuti për të numëruar, ndërkohë që ka një objektiv që numërimi tyre të përfundojë brenda mbrëmjes së sotme. Faleminderit Gerta Vasku nga Vasil Shanto, pra ku lajmi është shifror. Jorida Tabaku ka mbledhur shumë vota, edhe Ali Mehmeti, po Jorida më shumë se Ilir Ali Mehmeti, ndërkohë lajmi tek lista e hapur e socialistëve është që shumica atyre që kanë fituar janë ministra, por kanë mbijetuar dhe veteranët si Xhafaj dhe Braçe. Dena është e fundit ndër ministrat që është futur aty edhe për shkak se është zonjë. Ndërkohë, lajm tjetër është që Xhemal Çepalia ka lënë ose po lë jashtë parlamentit Ornaldo Rakipin. Duket si një proces i plot i bërë në mënyrë thuajse kirurgjikale dhe regjizoriale. Megjithatë, ta mbyllim me i batut, Karamuço. Gjithë Europa vjen në Tiranë. Patim Jukronik, shpenzimet majnë, hotelerin, transportet etj. Siguria duhet të jetë një kosto shumë e madhe, edhe njerëzore do thojë unë, aq më tepër që doktori ka këmbgulur ta thyejë rregullin e policisë dhe ta bëj demonstratën vetëm 100 metra larg sheshit Skënderbej. Ne kemi një muaj që kemi 2 qytetet më të sigurta në Evropë në Shqipëri, që janë Tirana dhe Korça. Po Korça pse? Sepse presidenti Macron shkon të shtunën në Korçë. Shkon te Republika Franceze e Korçës, ë? Okej. Dhe kanë ardhur përpara, kanë bërë të gjithë rikondicionin e mundshëm, kontrollet, grupet e gjithçka, dhe ne nuk e kemi ditur fare. Vinë civil, shikojnë, bëjnë, kështu që kemi qenë shumë sigurt dhe se kemi ditur. Kur do e arrim dhe ne që një moment të arrim të ky shteti që vepron dhe s'kemi nevojë fare, as ta inkurajojmë, as ta paralajmërojmë. Faleminderit Seva, faleminderit Kumish tek Kënaqësi, faleminderit Ervin, faleminderit Skënder. Ky ishte Ristori për sonte. Takim nesër në ora 8, ndoshta me rezultatet më të fundit. Në fakt nesër kemi takim me summitin Europian, do të jetë maratona tjetër në ABC News, po bashkë do të shikohemi të hënën në ora 8, ku me siguri do të ndar shapi nga sheqeri, po ndoshta edhe nga kripa dhe piperi. Shihemi
Të unë në ora 8, dhe e tërë, usë vërë bala natë në mirë.